Josip Broz, i njohur si Tito, lideri komunist jugoslav që kontrolloi përmes të dërguarve të tij Partinë Komuniste Shqiptare nga viti 1941 deri në vitin 1948. U largua nga jeta më 4 maj të vitit 1980. Duke pasur lidhje me Stalinin dhe Bashkimin Komunist Sovjetik, Josip Tito mori kontrollin e Partisë Komuniste të Jugosllavisë në vitin 1937 dhe u ngjit në maj të saj në postin e sekretarit të përgjithshëm në vitin 1939. Gjatë luftës së dytë botërore, pas pushtimit të Jugosllavisë nga forcat nazi-gjermane, Josip Broz Tito udhëhoqi lëvizjen guerrille jugoslave, që shpesh konsiderohet si lëvizja më efektive e rezistencës në Evropën e pushtuar nga Gjermania naziste. Në fund të vitit 1941, Josip Broz Tito mandatoi 2 emisar të tij, malazezët Miladin Popović dhe Dušan Mugosha, të ndihmonin komunistët shqiptar të formonin partinë e tyre komuniste. Qëllimi i dukshëm ishte forcimi i rezistencës antifashiste në Ballkan, ndërsa qëllimi final futja nën kontroll e lëvizjes komuniste shqiptare dhe krerëve të saj. Historia do të vërtetonte se 2 emisarët jugoslav Popović dhe Mugosha me veprimet e tyre u treguan në lartësinë e detyrave të deleguara nga Josip Broz Tito. Ata zgjodhën dhe vendosën në krye të Partisë Komuniste Shqiptare Enver Hoxhën si njeriun më të bindur dhe më të përshtatshëm për politikat e komunistëve jugoslav, duke u kujdesur që t'i kuronin karrierën dhe asistonin gjatë gjithë periudhës së luftës antifashiste në Shqipëri. Në protektoratin e Miladin Popovićit dhe Dušan Mugoshës, Enver Hoxha përqendroi të gjithë pushtetin në duart e veta, duke eliminuar qysh në vitet e luftës kundërshtarët apo ata që kishin mendime e ide të ndryshme nga të tijat, ose më saktë të ndryshme nga ato të emisarëve të Titos. Në ndikimin e tyre, Enver Hoxha prishi marrëveshjen historike të Mukjes, të nënshkruar më 2 gusht 1943, që realizoi bashkimin historik të forcave nacionaliste dhe komuniste në luftën kundër pushtuesit fashist. Sipas historiografisë, Enver Hoxha e prishi marrëveshjen për 2 arsye. E para, ai akuzoi të dërguarit e tij se nuk kishin zbatuar direktivën që forcat e tjera duhet të kontribuonin vetëm me ushtar, ndërkohë që drejtimi duhet të mbetej komunistëve, dhe së dyti, sepse emisarët e Titos nuk ishin dakord me njëra nga pikat e marrëveshjes që parashikonte bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Pas kësaj, sërish nën kontrollin e emisarëve të Titos, Enver Hoxha nisi një fushat eliminime shmetipare terroriste kundër të gjithë atyre elementëve nacionalistë të cilët nuk u bashkuan me frontin që komunistët e quanin nacional çlirimtar. Pas Miladinit dhe Mugoshës, Tito dërgoi në Shqipëri emisar më të rëndësishëm si Svetozar Vukmanović Tempo, Velimir Stojnić e të tjerë, të cilët vijuan të ndihmonin dhe drejtonin Enver Hoxhën në rrugën drejtmarrjes së pushtetit. Në vitin 1944, kur pushtuesit gjermanë ishin në tërheqje e sipër, Josip Tito i kërkoi Enver Hoxhës që një pjesë e forcave partizane shqiptare të futeshin në Kosovë për t'i shkuar në ndihmë partizanëve jugoslav. Historianë të ndryshëm mendojnë se prania e forcave partizane shqiptare në Kosovë u përdor nga komunistët jugoslav për të justifikuar masakrat e tyre ndaj popullsisë vendase dhe mposhtur rezistencën antikomuniste. Pas marrjes së pushtetit, emisarët e Titos orientuan Enver Hoxhën drejt lindjes komuniste. Të njëjtët ndikuan që ai t'i shpallte luftë amerikanëve dhe britanikëve, duke shkëputur me ata çdo lloj marrëdhënie, madje edhe ato diplomatike. Mëtej, me asistencën dhe ndihmën e Titos, Enver Hoxha minoi fshehur azidetin përballë qytetit të Sarandës, duke shkaktuar incidentin e kanalit të Korfuzit të 22 tetorit 1946, një kasafan që u mori jetën në kohë paqe 44 marinarëve britanik dhe që mund të kishte pasur pasoja të rënda nëse britanikët do të ishin kundërpërgjigjur me sulm. I mbështetur nga jugoslavët për të marrë pushtetin dhe më pas i kapur dhe drejtuar prej tyre si një marionet, Enver Hoxha nisi me ritme të shpejta bashkimin ekonomik të Shqipërisë me Jugosllavinë në kuadër të bashkimit të 2 shteteve të një federate ballkanike të pretenduar. Për më keq akoma, sovraniteti i Shqipërisë shkoi në fije të perit, kur në fillim të vitit 1948 Enver Hoxha pranoi futjen në territorin shqiptar të 2 divizioneve të ushtrisë rregullt jugoslave, një lëvizje justifikuar si garanci ndaj një sulmi ushtarak që mund të vinte nga Greqia. Fatmirësisht për Shqipërinë, pikërisht në kohën kur pavarësia e saj gjendej në fije të perit,
Në qershor 1948 ndodh thyerje e madhe e marrëdhënieve mes Jugosllavisë së Titos dhe Bashkimit Sovjetik të Stalinit. Pikërisht në këtë periudhë, Enver Hoxha guxoi të hidhte nga shpina zgjedhjen e Titos, duke u strehuar në preherin e Stalinit. Njëkohësisht ai dëboi këshilltarët jugoslav duke i zvendësuar me sovjetik. Ramiz Alia, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Enver Hoxhës, e ka pranuar se për shkak të situatës së krijuar në vitet 1946-1948, Enver Hoxha kishte mbetur përjetësisht i friksuar ndaj çdo lloji influencë jugoslave.